Pikërisht, ndërkohë që militarizimi dhe retorikat në distancë janë agresive mes Erdogan dhe Mitsotakis. Militarizimi në këtë rast mbetet monopol i qeverisjes, i institucioneve, i shtetit, ndërkohë që paqja fillon dhe zgjerohet në konceptin, besimin dhe mendimin e perceptimin e qytetarëve grek, po ashtu edhe qytetarëve turq, sepse në fundit, ku jemi sot me Greqinë? Në vitet 90, Shqipëria dhe Greqia ishin gjithmonë në konflikt. Në vitet 90. Sot ne nuk kemi asnjë problem me Greqinë me cilin ne mund ta sulmojmë, mund ta paragjykojmë, mund t'i themi të Greqisë që ti po na bën këtë ose atë kështu me radhë, përveç se problemeve të mbetëra historike, por jo problemeve aktuale. Kjo do të thotë që perceptimi midis shqiptarëve dhe grekëve për njëri tjetrin është përmirësuar në një mënyrë të jashtëzakonshme. Dhe kjo nga lëvizja e njerëzve. Dhe kjo pikërisht nga lëvizja e përbashkët, nga bashkëpunimi, nga puna e përbashkët, nga sipërmarrjet e përbashkëta, nga gjithçka që është zhvilluar gjatë këtyre sidomos 2 dekadave të fundit. Kemi një komunitet shqiptar atje që kontribon edhe për Greqinë, kontribon edhe për miqësinë e Greqisë me Shqipërinë. Dhe kësaj duhet i falemi ne që sot kemi marrëdhënie thuajse normale ose nga më normale që kemi pasur ndonjëherë me shtetin grek. Kështu do të ndodhë besoj edhe me Turqinë. Dhe kjo është mënyra dhe rruga më e mirë për të normalizuar marrëdhëniet me një vend me cilin ti je në armiqësi. Unë nuk do të kisha asnjë kundërshtim që turistët serb të vinë në Shqipëri, madje të shkojnë edhe në Kosovë. Kemi parasysh, studentët e Serbisë që ishin në Kosovë, ishin mahnitur. Vajtën në veriun e Kosovës. Dhe shkuan në Beograd dhe i thanë Aleksandar Vučić, nuk është e vërtet që serbët në Kosovë diskriminohen dhe keq trajtohen. Pra, ç'do të thotë kjo? Kjo do të thotë që të shtyn populli vet, qytetarët vet, e shtyn politikën në kohët moderne të krijoj balanca dhe mënyra të reja të bashkëpunimit paqësor me vendet fshinj. Nuk mundet që Greqia ta zvogloj Turqinë ta bëj 10 milion sa është vetë Greqia. Ajo është 80 ca milion, nuk mundet, është 90 milion. Nuk mundet që sipërfaqja e shtetit turk të kufizohet, të vinë të bëhet sa sipërfaqja e shtetit grek. Prandaj ju e quajtët jo natyrale aleancën me Izraelin, sepse në koncept sulmon një shtet tjetër. Në koncept rrezikon dhe kërcënon një shtet tjetër. Kjo e kërcënon. Dhe ajo në aleancë për cilën fola, ka edhe një problem tjetër. Asnjë vend evropian nuk është i interesuar që vendet europiane dhe antarët të NATO-s të shtrinë bashkëpunimin me vendet e fuqishme ushtarake jashtë kontinentit evropian. Po, sepse duan të qëndrojnë. Sepse ata ndjehen të kërcënuar. Edhe jo vetëm Turqia, edhe Italia ndjehet të kërcënuar. Kjo që po ndodh për Sazanin është pikërisht ajo që po ndodh me midis Greqisë dhe Izraelit në raport me Turqinë. Domethënë, Turqia ndjehet të kërcënuar nga ky bashkëpunim, Europa ndjehet e kërcënuar nga bashkëpunimi i Shqipërisë me Izraelin. Dhe në rastin konkret sa i takon Sazanit. Kjo është problem. Nuk ka problem Europa se bëhet Sazani turistik. Pozicioni strategjik. Europa ka problem se ky ishull që nga antikiteti, që nga perandoria romake, ka kontrolluar me zdheun dhe përbën rrezik nëse qëndron në duart e një vendi tjetër. Dhe është prova, dhe në vitin 61 në duart e traktatit Varshavës ose të Bashkimit Sovjetik, kur Italia kishte frikë sepse shpenzonte $2 milion në ditë sipas Bettino Craxit për të mbrojtur nga baza ushtarake e Pashalimanit në Vlorë. Qartë.